cili në netët e ftota, në shtratin e nxehtë, në përqafimin familjar, ngrihet dhe i lën këto kënaqësi dhe zgjohet natën dhe merr abdes me ujë të ftohtë dhe i fal 2 rekate për Allahun xhaleshanehu, dhe Allahu ju drejtohet me laçeve dhe i thot: shikoni robin tim, u ngrit për mua dhe po falet për mua, dhe e admiron Allahu xhaleshanehu këtë person, e don Allahu xhaleshanehu këtë person, sepse ai që u ngrit natën nuk e lavdron as familja e tij, sepse nuk e sheh, nuk e lavdron as shoqëria e tij, sepse nuk e sheh, nuk e duart roket kërkush, sepse nuk e sheh, por e lavdron vetë Allahu xhaleshanehu kur ai ngrihet për hir të Allahut dhe i fal 2 rekate namaz natët e ftota në mesin e natës. Thot Allahu xhaleshanehu, anët e tyre largohen nga shtretrit, duke aludu se ai robi im i cili është vërtet robi im që e dua unë, largohet nga shtrati i tij dhe zgjohet dhe fal namaz natën.